when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job. Dhe kur të largohem nga puna më e madhe në vend, do të kaloj më shumë kohë në punën më të rëndësishme, duke qenë burri më i mirë që mundem për gruan time fantastike, e cila ka qenë një shkëmb pranë meje në kohë të mira dhe të këqija, si dhe duke qenë babai më i mirë që mundem për fëmijët e mi të bukur, që janë krenaria dhe gëzimi im. Kryeministri i vendit u tha anglezëve në fjalimin e dorëheqjes se po lë punën më të madhe në vend dhe do i përkushtohet punës më të rëndësishme për të. Dhe puna më e rëndësishme është familja. Familja pra, mbi kombin, familja më e rëndësishme se kombi, më e rëndësishme se vendi. Ky ishte epilogu i fjalimit të Keir Starmer. Një burr shteti ka adheun të parin dhe vetëm adheun. Për një burr shteti, adheu është më i rëndësishëm se çdo gjë tjetër në botë. Ky ishte dhe është kryeministri i Anglisë. Dhe tani mund të dëgjoni fjalimin e plotë të dorëheqjes së kryeministrit Sir Keir Starmer. Thank you. Thank you. Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life. A new Labour government. The first in Të ecja në këtë rrugë 2 vite më parë ishte momenti më krenar i jetës sime. Një qeveri e re laburiste, e para pas 14 vitesh. Një faqe në historinë e vendit ton u kthye pas vitesh zhgënjimi dhe dëshpërimi. Mundësia për të ndryshuar jetën e miliona njerëzve për mirë. Për këtë erdha në politikë dhe rrugëtimi deri në atë pikë nuk ishte i lehtë. 6 vite më parë, trashëgova një parti laburiste që ishte politikisht, financiarisht dhe moralisht e falimentuar. Më thanë vazhdimisht se partia ime kishte mbaruar, se ishim të dënuar nga historia, se një shumicë në zgjedhjet e përgjithshme, e lëre më një shumicë dërmuese, ishte e pamundur. Por ne u treguam atyre se gabuan, sepse ndryshuam partinë tonë, duke hequr helmin e antisemitizmit, duke rivendosur besimin në ekonomi, në mbrojtje dhe në sigurinë kombëtare. Dhe duke u bërë një parti që qëndroi përsëri me krenari për krah flamurit ton kombëtar. Puna e vështirë e ndryshimit kishte një qëllim të vetëm. Jo pushtet për hir të pushtetit, por për të ndryshuar Britaninë për mirë, për të ndërtuar një vend më të drejtë, me dinjitet dhe respekt, ku të gjithë janë në fokus, ku të gjithë vlerësohen, pasuri dhe mundësi për të gjithë, jo vetëm për pakica të privilegjuara. Dhe shikoni çfarë kemi arritur vetëm në 2 vite. Një ekonomi që është më e fortë, që rritet më shpejt se homologët tanë, pagat rriten më shpejt se inflacioni në çdo muaj, që kur erdhëm në pushtet. Kemi investime të siguruara, infrastrukturë që po ndërtohet, i kemi dhënë fund masave shtrënguese. Kemi rënje më të shpejt të listave të pritjes në shërbimin mjekësor kombëtar në 17 vite. Kemi përmirësimin më të madh në të drejtat e punëtorëve dhe qiramarrësve në një brez. Është bërë rritja më e madhe në shpenzimet e mbrojtjes që nga lufta e ftohtë. Kalimet me anije të vogla po bien. Hotelet e azilit po mbyllen. Mbrojtja e të rinjve nga mediat sociale dhe gjysmë milioni fëmijë që po nxiren nga varfëria për shkak të zgjedhjeve që kemi bërë. Reputacioni ynë në botë u rivendos me Britaninë që mbron përsëri dinjitetin, respektin dhe sundimin e ligjit. Sigurimi i marrëveshjeve tregtare, qëndrimi me Ukrainën, mbrojtja e vlerave tona dhe rindërtimi i marrëdhënieve tona me aleatët tanë në Europë. Ndryshim ky, i premtuar nga një qeveri laburiste. Ndryshim i luftuar nga një qeveri laburiste. Ndryshim i sjell nga një qeveri laburiste. Por e di që pyetja që po bëhet tani nuk është se kush ishte në pozicionin më të mirë për të ndryshuar partinë laburiste, për të na sjellë në pushtet dhe për të filluar punën jetësore të përmirësimit të jetës së miliona njerëzve. Këto pyetje kanë marrë përgjigje. Pyetja që po bën partia ime tani është nëse unë jam në pozicionin më të mirë për të na udhëhequr në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. E kam dëgjuar përgjigjen e partisë sime parlamentare për këtë pyetje dhe e pranoj këtë përgjigje me mirësjellje. Çdo vendim që kam marrë ka qenë për të vënë vendin që dua në radhë të parë. Kjo është arsyeja pse do të jap dorëheqjen si udhëheqës i Partisë Laburiste. Kam folur me madhërinë e tij mbretin këtë mëngjes për ta informuar për vendimin tim. Do t'i kërkoj Komitetit Ekzekutiv Kombëtar të Partisë Laburiste të përcaktojë një program për nominimet që hapen më nënt korrik dhe përfundojnë deri në pushimet verore. Në rast të një gare, kjo do të sigurojë që vend të ketë një udhëheqës të ri, para se parlamenti të kthehet në shtator. Do të qëndroj në postin e kryeministrit derisa gara të përfundojë, dhe do të bëj gjithçka që mundem për të siguruar një dorëzim të rregullt të pushtetit.
Gjithashtu, do t'i jap pasardhësit tim mbështetjen time të plotë dhe të qartë, duke e ditur se ai do të trashëgojë një Britani shumë më të fortë dhe më të drejtë se ajo që trashëgova 2 vite më parë. Më të përgatitur për sfidat që e presin dhe më të aftë për të siguruar që Partia Laburiste të sigurojë një mandat të dytë në detyrë. Dua të falenderoj të gjithë ata miq dhe kolegë që kanë qenë në krahun tim për këto 6 vitet e fundit për përkushtimin, shërbimin dhe mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme. Dua të falenderoj stafin e shkëlqyer të numrit 10 dhe shërbimin civil të jashtëzakonshëm të vendit tonë, që ja kushtojnë jetën e tyre shërbimit publik. Dhe kur të largohem nga puna më e madhe në vend, do të kaloj më shumë kohë në punën më të rëndësishme, duke qenë buri më i mirë që mundem për gruan time fantastike, e cila ka qenë një shkëmb pranë meje në kohë të mira dhe të këqija, si dhe duke qenë babai më i mirë që mundem për fëmijët e mi të bukur, që janë krenaria dhe gëzimi im. Faleminderit shumë. And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy. Thank you very much. Mast Channel. Please subscribe.